Mbas 2 ditë intensive takimesh në Bundestag, në kancelari, në Ministrinë e Jashtme, me organizatat e biznesit, po njëkohësisht me shoqatën e gjyqtarëve, me think tanke, për diskutuar për procesin e integrimit, që është bërë kryefjalë edhe për faktin që Shqipëria për 5 muaj gjatë ka qenë në udhkryq. Rruga e integrimit kalon përmes institucioneve të forta, tërheqja e investimeve të huaja kërkon institucione të forta, kërkon reforma ekonomike që sot fatkeqësisht nuk janë atje. Kërkon njëkohësisht një ekonomi tregu dhe kërkon garë ekonomi. Nga ana tjetër, rruga e integrimit kalon veç përmes parlamentarizmit, përveç debatit, kontrollit, po njëkohësisht kalon edhe përmes institucioneve të cilat duhet të jenë aty si gardiane të ligjit për të ruajtur demokracinë, për të luftuar korrupsionin dhe njëkohësisht për të luftuar krimin e organizuar. Nuk ka asnjë garanci tjetër për ta ndërtuar Shqipërinë dhe nuk ka asnjë kompromis tjetër për ta ndërtuar Shqipërinë përveç se procesit të integrimit. Ky proces kërkon së pari vullnet politik, që opozita e ka treguar, por fatkeqësisht jo qeveria.